jashtë me punu me. Nuk mund është me qenë nuse tradicionale nëse nuk je për me vesh dimja e lek, ose nuk je për me vesh një dollam, ose nuk je... Do me thonë, është diçka e ndjerë, ma shumë ti e ndjen. Gjithçka nisi nga qejzi. Ajo mori miliona klikime e mira pëlqime dhe ky është vetëm fillimi për Zërina Morinën. Jam e lindur dhe rritur në Prizren. Jam shkollu atje, kam studiu atje. Zakonisht prej trevës tonë, unë vi me origjinë nga Hasi, do me thonë babi jam e ka vendlindjen edhe prej ardhjen nga Hasi. Po çka kisha dashur me cekë është që ndoshta pak ma shumë ka pas interesim për shkak të rrethit shumë të madh, edhe ndoshta tu rrit në Prizren, aty ka traditë shumë vjeçare, po që është pak ma ndryshe se ana jonë. Do me thonë në të dyja aspektet, në të dyja krahinat, jam rrit me një traditë shumë vjeçare. Tu e cekë në Prizren e kanë pas më shumë dasmat e gjata në shtëpi, se në restorante ose në pjesë tjera të vendit. Po që në Has është modernizu kogja shumë pjesa e dasmave, po është rujt me shumë fanatizëm. Unë jam rrit prej 2 prindve, cilë kanë qenë gjithmonë, do me thonë tashmë janë, kur kanë qenë në fillimet e veta, të dytë kanë qenë gazetarë, për koincidencë, edhe tash janë mësimdhënës të dytë. Edhe zakonisht njerëzit kur kanë dojtë taj aspekti i dasmave, kanë thonë, po hajtë bre, se këta janë shkollu, nuk mirën me këtë sene, nuk i dojnë këtë sene. Ajo qka nështë na e kemi rujtë realisht me shumë fanatizëm, veshja e Hasit ka qenë diçka që nështë në trevën tonë nuk është humbas pak, edhe nuk ka dalë në krahinat të tjera. Do me thonë, si veshje është vetëm në krahinën e Hasit, se me cek këto dallama, jeleku, mitani i bardh, janë veshje që i përkasin të gjitha krahinave dhe janë tashmë vishën nga se cili vend. Do me thonë, për shikër qytetin ose qka do një nuse që i vesh, kemi pa dhe shumë fyra publike, do me thonë janë veshje cilat janë të përmbledhura në çdo vend. Po që në Has ka qenë e vetmja veshje që jo pavarësisht asaj që sot ka shumë vite që është e njohur, po ka qenë edhe shumë vjeçare, edhe ka një histori, përkundër që është karakteristike me pa, ka një histori shumë të lashtë. Do me thonë, ma herët gratë kanë qenë vetë burra, vetë gra në shtëpi, kanë përdorur për me marrë ujë, për me i kanë bardh djepat, kanë punu tokën, kanë gatu, kanë la, do me thonë edhe kanë flejtë mbi gjitha me top. Tutje e gjithë vëmendja bërë të ishte kurorëzimi. Pjesën e kurorëzimit, me folje, ka bot veçantë nashta pak kjo pjesa që njerëzit janë mësu me shku me marrë nusen, si zakonisht që nusja ka një shamit kuqe, ose është e presin, si që thashtë edhe më herët, e presin një nuse normale, po që pjesa kurorëzimit ka qenë, ndoshta po tregona pak e ashpër, po mu nuk më pëlqen heq ajo pjesa me shku me marrë nuse, me hy nusja brenda me dalë, kom dashtë me qenë diçka e pastër, njëjtën kohë dhe familja e burrit kur të vinë me marrë, me pas rahatin e vetë, gjithkush me qenë i ullën, edhe na të njëjtën kohë, pasi që unë edhe shpatja deti kemi bo edhe 6 vite së bashku, do me thonë të njohur edhe 5 vite bashk. Pikrisht na datë, me 18 tetor vitin e kalum 2024, na e kemi pas fejesën, e kemi pas, do me thonë, 4 vjetorin, me datë 18 tetor 2025, na veç u martu me dhonë dojsha me qenë diçka që na metët një dokument, një datë, pak ma e rëndësishme se veç dasma. Edhe ideja ka qenë aja, me më përcil babi, me qenë familjarë të gjithë, edhe pak ma shumë me qenë pjesa ma e pastër. E veshja hasiane në vlerë prej 6.000 eurosh ishte më e veçanta për bukuroshën nga Hasi. Me kom refuzu me provu herave tjera para se me u martu, do me thonë nuk kom dasht me pa, se gjithmona i mendimi ta lo surprizë për vetën edhe për të tjerët, po që lyp kohë shumë, edhe në kur e hi kohën e limitune edhe minutat e caktum, të non-stop do me thonë ki me vazhdu të ajo që apo arri me vesh apo jo, sa që kom pas pak frik në pjesën e Kanaxhexhit, a kom arrit me vesh, ose sa persona duhet, ose sa moj une me majt gjatë për me shfaq
4-5 persona të ugut, do me thonë duhet edhe përkundër kësaj duhet me qenë persona adekuat. Do me thonë nuk di one ose dikush tjetër me vesh me thonë hajtë se pianiste, jo. Në zonën e hasit, ashtu si që do tradita, do as mas gjati 6 ditë. Organizimi, po janë nisi pi fundit, ka marrë kohë diku 2 vite. Do me thonë unë në datën 23 nëntor 2023, ja kom njësë përgatitje, e kom rezervu sallën mas tak, e kom caktu datën bashkë me shpatin, edhe kemi vazhdu përgatitjet prej asaj date. Ka qenë pak e lodhshme. Është diçka që na ka mbet në kujtimet tona për gjithmonë. Me tregu drejtën nuk e ka mendu që ka me arrit edhe nuk unë bo kur gjë për me mri dasma deri në këtë pikë ku kemi ardhur dhe sot që jam këtu. Po ndoshta edhe unë po tham ja ka vlejt çdo shpenzim se nëse na nalemi edhe kujtojmë dasmën atë, nuk më thonë që po ta kisha pas qëto ose se po ta qëto, do me thonë jam e përmbushën. Përveç qejfit për veten, Zërina qejfin ja bëri edhe vjehrës. Ajo në kanagjesin e saj veshje gjithsej 7 veshje. Në vetën prej që e moj mend, si vajzë, si të din tashmo që njëri ku pianist në opjek e mendon vetën që shki mu duk najherë nuse. Kom pas qef mu duk tradicionale, gjithmonë, me pas një minimalisht të është edhe një veshje, nëse jo gjitha ato, se në kom pas shumë, pak edhe ma kanë limitu kohën me shiju pak ma shumë kanagjegjën, po që, po, unë e mendoj që nëse e ndjenë, bo, nëse s'ka ma mirë, realisht nuk ka ma mirë, edhe ja vlen me i dëgju edhe mja u bo qefin se është diçka që ki me bo veç njëherë. Do me thonë nuk te është prap më në kohë edhe me bo. Qka kisha dosh me cek pak ma shumë të dyja familjet, babi jam e ka pas, mami nuk e ka pas shumë pa tjetër me pas veshën e hasit, se theke mundësh edhe me marrë dikuj me vesh. Po të cek pak ma veçanërisht, ka qenë ona në shpatit që ka dasht shumë edhe ajo nështë pa në pyt mu ka shku edhe e ka kërku me punu që ajo lyp punë shumë, po babi edhe familja e shpatit pa tjetër kanë pas shumë dëshirë me vesh pak të njëherë me pa qysh po dokna me ta. Bukuroshja nga hasi vendosi të bëj diçka shumë interesante, pasi veshjen e realizoi me AI. Është me një faqe që në Arabi këto veshje tradicionale janë as të shkurta as të gjata, do me thonë është tjelek, po i punum deri këte kjo pjesa poshtë shokës. Qka kisha dasht me cekte ajo që ka qenë jo më pas befasu shumë kër e kom pas, realisht kom dasht me pas një veshje pak ma ndryshe nga të tjerat veshje po mendoj, edhe kër e kom pa pak më kalon në bres, edhe gjithë qysh kom dasht me punu, është modernizune me fustan vishet me krah, po nuk është veshje ashtu tradicionale me thonë të nisna me qëto dhe që diku vishet ma shumë për raste speciale, për nëse donë mu do ma tradicionale me prit dikon në shpe, ose me shku misafir, nuk është diçka që mund është me vesh ashtu me dalë ndasë me to, por që ka qenë diçka shumë e veçantë për me stimulu publikun ndështë me pa dhe me kërku, që edhe për ato që ma ka punu ka qenë seriosisht një surprizë, se ata jo nuk ka ditë ndoshta ku me janis, se pak ka qenë ndërlikume në pjesën e punimit, se nuk ka qenë punë e saj. Po që ka dalë ajo dhe veshja hasit ka dalë diçka pak ma breslase. Po me ajo është e punu me. Zërina vazhdon të mbetet një ndër nuset më virale të momentit.